Sot është dita e 39 të protestës dhe nesër bëhen 40 ditë prej se kemi nisur. Kështu që protesta do vazhdoj pavarësisht kushteve atmosferike, pavarësisht vapës. Diçka është më e rëndësishme për ne, se pushimet, se vapa, se lodhja, e ajo është Shqipëria. Shqipëria për ne është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. E këtu jemi jo vetëm mbrojtjet njëri tjetrit, jo vetëm mbrojtje të shkuarës, jo vetëm mbrojtje të së tashmes, edhe jo vetëm në mbrojtje të së ardhmes. Jemi në mbrojtje të Shqipërisë. Shqipëria revolucion. Shqipëria kërkon revolucion. Shqipëria kërkon revolucion. Shqipëria kërkon revolucion. Shqipëria kërkon revolucion. Pikërisht këto momente kur Shqipëria ka 39 ditë që është e bllokuar tani më nga protestat që kanë hyrë në shtëpinë e secilit prej nesh, dukej se kryeministri ton Edi Rama i kishte ardhur një emergjencë, një urgjencë. Ati duhet të akordonte 4 milion euro për koncertin e Kanye West. Kanye West, që t'i themi 2 fjalë edhe për atë, është një antisemit i hapur, i cili ka mbështetur hapur gjithmonë Hitlerin. E kjo lëvizje hera herës nga kryeministri jonë është konsideruar edhe si lëvizje antisemite. Fakt themi këtu për t'i thënë që ju kujtohet ajo vajza që hoqi flamurin të ambasada e Izraelit. Asnjëherë s'u arrestua, asnjëherë se morën vesh kush ishte. Ajo ka qenë qartas e nxjerrë nga qeveria shqiptare. Sepse kjo qeveri që ka akuzuar protestuesit për antisemit, fton tani më një këngëtar antisemit i cili është ndaluar në shumicën e vendeve të Europës. E sikur të mos mjafton të ky nder që i ka bërë vetëm e ftesën, ai do të paguaj edhe 4 milion euro për të mundësuar koncertin. Ky vend ka kaluar tërmete, ka kaluar përmbytje, ka kaluar zjarre masive, e ne si kemi pas 4 milion euro për t'ia dërguar atyre njerëzve të prekur. Por kemi guximin dhe pafytyrsinë që ato 4 milion euro t'i dërgojmë për atë koncert që nuk i duhet askujt. Nuk e di e keni parë, po në shumë gjimnazet Tiranës, shumë nxënës po merren me zor që të shkojnë te koncerti i Kanye Westit. Kjo është e turpshme. Duket sikur shqiptarët, edhe jo vetëm shqiptarët, në fakt po edhe të huajt, e kanë bojkotuar atë koncert. Edi Rama dhe Partia Socialiste, atë koncert duket se do e mbushin me të njëjtët njerëz që mbushën para disa ditësh Piazza Italia. Patronazhistët që erdhën nga ana e anës te Piazza Italia duke se këtë shtun janë të detyruar që kënë të qojnë edhe Kanye Westit kasha. Duke qenë se ne nuk e ndalojmë dot
koncertin, i bëj thirrje gjithkujt që të shkoj atje, që ta knoj himnin e shqiptarëve edhe aty, mund mes të koncertit. Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje. e diçka e bukur duket se do të ndodh. Një nga siket më të mëdha kur takonim në herë të huaj edhe i thonim, a ke mësuar në fjalë shqip? Ata na thonë një çfarë. Edhe ne ulim kokën. Po siç duket tani, nëse do pyesim një të huaj, përfshirë dhe Kanye Westin, a keni mësuar në fjalë shqip? Ata do thonë, Rama jepe dorëheqje. E pikërisht në këtë mënyrë mendoj se kjo do të jetë kënga e shqiptarëve dhe themelin mbi cilin do të ndërtohet Shqipëria e